Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falendrojmë Allahun Azza wa Jalla, te falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, na inshallah taala do të përkujtojmë lidhje me një temë e cila quhet adhurimi dhe ndikimi i tij në përmirësimin e individit dhe shoqërisë. Adhurimi apo ibadeti në Islam nuk përkufizohet vetëm në kryerjen e riteve të Islamit, sikur për shembull falja namazit, zakati, haxhi e kështu me radhë. Por përfshin çdo vepër që bëhet me qëllim afrimi te Allahu Azza wa Jall, te Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se Allahu Azza wa Jall, kjo është edhe qëllimi i krijimtarisë së njeriut dhe si krijesë e veçantë dhe krijimit të gjinëve. Allahu tha në Kur'anin e Kerim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk I krijova gjinët dhe njerëzit pos tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Allahu Azza wa Jall nuk na ka obliguar me adhurimet e tij ndaj neve, ndaj robëve të tij, që të jetë diçka e rënë për te. Përkundrazi Allahu Jalla Jalaluhu e ka zbrit këtë din dhe këto obligimin ndaj robëve të tij, që të bëhet jeta e tyre ma e lehtë, si individ, si familje dhe si shoqëri. Edhe na inshallah taala do ta shohim se si luan rol adhurimet e Allahut Azza wa Jall në përmirësimin e individit si individ dhe në përmirësimin e shoqërisë. Në përgjithësi. Nëse i marrë në adhurimet Allahut Azza wa Jall me hakin e tyre, edhe i marrë me hakin e tyre, do të thotë i marrë edhe porosit që kanë ngërthejnë adhurimet në vetvetin e tyre, edhe ne mundohemi që në jetën tonë të përditshme apo kupton çka, ta proklamojmë apo kupton, ta jetojmë, ta bëjmë jetësimin e ligjerimeve, e mësimeve të Allahut Azza wa Jall, do ta shohim se si ndikojnë në përmirësimin e njeriut, e familjes dhe shoqërisë. Edhe kjo është rezultati në fakt kohën e fundi, sepse deri në këtë shkallë janë prishur apo kupton njerëzit në përgjithësi apo shoqëritë. Për shkak ka kupton se ka ndikuar materializmi në shpirtat e tonë, në zemrat e tona. Tamam? Edhe u bën ajo diçka shumë e vlefshme dhe e shtrenjtë. Edhe o të kur dhe o zbe ana shpirtërore e jonë, e adhurimeve dhe ndikimi i tyre në jetën tonë. Thjesht ato kanë med vetëm si lloj apo kupton veprime në kohë të caktuara, në vende të caktuara. Pra vjen si lloj adeti e krij namazin dhe del total, domethënë nuk është i ndikueshëm namazi në jetën tonë. E kështu me radhë. يجب على العلماء والدعاة إلى الله أن يبينوا للناس كل ما يتعلق بالعبادة. Është detyrë dhe obligim për gjithë njerëzit, hoxhallarët, ulemat, që t'ju bëjnë të qartë njerëzve, që t'i mësojnë ato ibadetin e saktë ndaj Allahut Jalla fi ula. Për këta e kemi edhe shëmbulltirë në pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kur e dërgoi Muadhin radhiyallahu ta'ala anhu ku në Yemen. Çka I tha? Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitabin. Ja Muadh, ti po shkon te një popull çka ju ka prapri atyre një libër.
Pasues të librit pra, të krishter. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah. Dhe gjoja e pashka kur ti thirrsh ato do të jetë në të jetë të adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra në tauhid, në aqide, në besim, në njëshmërinë e Allahut xhalla fi ula. Fa idha arafu Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim 5 salawatin fi yawmihim wa laylatihim. Në qoftë se ato të përgjigjen pra në njësimin e Allahut xhalla fi ula, që Allahu azza wa jalla është një dhe i vetëm, nuk ka tjetër, dhe ai është ai i cili e meriton adhurimin pra subhanahu wa ta'ala. Thot atëherë thot thuju se ki Zot pra, ki Allah xhalla fi ula na ka urdhëruar 5 kote namaz të falmi. Fa idha fa'alu fa akhbirhum anna Allah farada alayhim zakat min amwalihim. Në qoftë se të përgjigjen në namaz, atëherë thuju se Allahu njëjtën kohë çaj Zot xhalla fi ula, tamam, na ka dërguar, na ka urdhëruar pra që ta japim edhe zakat, një pjesë nga pasuria jon, nga ata cilët kanë, më ja udhërua atyre të cilët nuk kanë. Wa turaddu ala fuqaraihim. Pra marr prej të pasurve, më ja dhon të varfën një pjesë të vogël. Fa idha ata'uhu biha fa khudh minhum. Dhe pastaj nëse edhe në këta amputon thot përgjigjen, tamam? Nëse edhe këta përgjigjen, atëherë thot çka thot? Thot ja u garantoj thot atyre pasuritë e tyre, gjakun e tyre, dhe nderin e tyre. Ja u garantoj. Dhe kjo hadith që na transmeton, që na kallzon neve amputon, pra rëndësinë a urdhën e Allahut xhalla fi ula, se nga duhet filluar sqaruar njerëz amputon, dhe pastaj amputon na duhet që t'ja u tregojmë pra edhe mesazhin e adhurimeve. Jo vetëm adhurimin si rit, por edhe mesazhin e tyre. Na do ta shohmi pastaj se si ndikojnë çdo adhurim që Allah na ka urdhëruar, do ta shohmi se si ndikon ajo në jetën tonë private dhe shoqërore. Fillimisht të nderuar, çka do të thotë fjala ibade, adhurim. Ibade fillimisht gjuhësor do të thotë për ulje dhe nënshtrim. Aspekti gjuhësor për ulje dhe nënshtrim. Ndërsa aspekti sheriatik do të thotë ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Është një emër që përfshin çdo gjë që Allahu e don dhe është i kënaqur me ta, nga fjalët dhe veprat të mbrëmshme dhe të jashtme. Pra nuk është vetëm me thonë namazi, agjerimi, zakati, urdhët e Allahut, po thot çdo vepër të cilën Allahu e don dhe është i kënaqur, nga fjalët tona dhe veprat e tona të mbrëmshme të zemrës dhe të jashtme, të gjymtyreve. Gjithashtu kanë thonë në definicion tjetër, ka thonë innaha imtithalun awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Është thot me zbatu thot urdhët e Allahut dhe me ju ndalu thot ndalesave të Allahu subhanahu wa taala. Ndalesave të Allahu xhalla fi ula. Për ata thot Allahu azza jall am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Thot ata cilët am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din. Ata cilët thot ata zotat të cilët ortakët, pra cilët njerëzit dhe me thonë i bojnë ortak Allah subhanahu wa taala. Ato a thu val, ju kanë obligu dishka njerëzë nga feja? Ma lem ya'dhan bihi Allah, çka Allahu azza wa jall nuk ka urdhëruar për ta. Pra njerëzit, kjo dhe kallzon e qetë më pahë një natyrshmëri njerëzore e krijimtarisë njerëzore, që njeriu në esencë është i prirë pra çka me adhuru dikën. Dashtë e zdashtë. Qoftë adhuron shejtanin, qoftë adhuron nefsin, adhuron lopën, adhuron zjarin, adhuron dikant kime adhuru. Pse njeriu është i prirë për të adhuruar dikant. Natyrë. Sikur që fëmiu është i prirë për ta quajë dikant prind. Natyrshëm. Që s'ka ardhur nga asgjëja. A kupton? Allah azza jalla ashtu e ka bën njeriu. Për ata po thot këto ortak, të zota, a thu valla kupton. Ju kanë shpall juve diçka nga feja, çka Allah nuk ju ka urdhëruar për te. Tamam?
Po thot fala yahiqqu li ahadin min al-makhluqin an yashra'a lin-nas ash-shara'i. Dhe nuk lejohet në asnjë nga krijesat e Allahut që njerëzit ju zbresin diçka nga urdhët, nga shariati. Au yada lahumul adyan, ose caktoj një fe. Caktoj një fe për shembull. Sot njerëzit për shembull e devijuar a ke pa patriotizmi mundohen me e bën kupton apo nacionalizmin, çka Allah ka kriju në te, mundohen me e bën kupton fe. Fe shqiptarët në shqiptari. Kë nuk përkon as me logjikën. Apo kupton, fe është diçka tjetër, nacionalizmi është diçka tjetër. Allah ka kriju njerëzit ashtu ka thoni kam kriju në fisë dhe në kombë në mënyrë që të njihen mes vetë. Tamam, sa kombë janë që i takojnë një feje. Tamam? E kështu me radhë. Pra, Allah zë thot nuk i takon asnjërit nga krijesat që të vendojnë ligje për njerëzit. Çka ato ligje janë vetëm çka Allah t'i takojnë. Dhe apo fe me caktu. La alim, wala amir, wala sheikh, wala qabile, wala shay. Asnjërit. E kuj ke pozita e ti. Cilët janë llojet e ibadeteve të nderuar? Llojet e ibadeteve janë të ndryshme. Prej tyre është duaja, është ibade. Duaja, lutja ndaj Allah subhanahu wa taala është ibadet. Allah ka thonë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Nëse pyesin robit e mi për mua, thuaj jam afër i përgjigjna pyetjes se lutësit kur të lutet mua. Pejgamberi alayhis salam tha: "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja më të vërtetë është ibadet në vetë. Prej llojeve gjithashtu është el-khauf, është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allah ka thënë: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mos ju friksoni atyre, por friksoni Allahut subhanahu wa taala, nëse jeni besimtar. Por këto janë veprat e zemrës. Frika që do të më friksojë vetëm Allahu xhalla fi ula me atë dos çka do të thonë se për shkak se frika në dy lloje. Frika i njeriu natyrshëm i friksohet në krijesë. Dhe frika ndaj Allahu xhalla fi ula. Frika ndaj Allahu subhanahu wa taala, kjo nuk duhet me atë i kalua asnjë frikë tjetër. Ar-raja, shpresa. Me shpresue ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu: "Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu." Thot Allah azza wa jall, kërkojnë afrimin të Zotit i tyre. Ulaika alladhina yad'un, ata janë të cilët thot i lutën Allahut. Dhe nëpërmes kësaj lutje kërkojnë që të afrohen te Allah azza wa jall më shumë. Apo të afrohen te Allah, wa yarjuna rahmatahu, edhe shpresojnë rahmetin e Allahu xhalla fi ula, wa yakhafuna 'adhabahu, edhe kanë frikë azabit te Allahu xhalla fi ula. Gjithashtu nga adhurimet është el-isti'anatu, kërkim ndihme. El-isti'anatu është me kërku ndihmën veç ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra këtë këto çka po i cekëm të nderuar, këto janë adhurime. Ibadete. Çka njeriu besimtari adhuron Allahun azza xhall përmes tyre. Edhe kur ndihmë iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. O Zot, ty je na të adhurojmë dhe ty të kërkojmë, prej te kërkojmë ndihmë. Apo na adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Kur kërkon diçka të pamundshme ti të adhuro Allahun xhalla fi ula. Kur shpreson ndaj Allahut ti të adhuro Allahun subhanahu wa taala. Kur i ke frikë vetëm Allahun xhalla xhelalu në kufit e ti të adhuro Allahun subhanahu wa taala. Pra nuk je të bon ti, nuk mos i thuj vetë të bon gjë. Ti je të bon diçka shumë të madhe, je të adhuro Allahun xhalla fi ula. El-istighathatu, kërkim shpëtimi. Me kërku ndihmë për shpëtim. Allahu azza wa jall thot: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Atëherë thot kur ju kërkuat Allahut azza wa jall ndihmë, Allahu xhalla xhelal ju përgjigj. Sikur që e dim në luftën e Bedrit, në luftën e Ahzabit dhe shumë luftra, pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe shumë na e dim gjatë historisë islame se si Allah azza wa jall ju ka ndihmuar besimtarëve edhe pse ishin me numër pak. As-salatu, namazi. Allah azza wa jall thot: "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Më të vërtet namazi Allah azza wa jall ka urdhëruar në kohën e caktuar. As-sawmu, agjerimi, janë këtë lloj të adhurimit. Agjerimi: "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." El-hajj, zakati pastaj. Allah azza wa jall e ka bon zakatin për adhurim, pra
ata cilët i japin zakatin ato ja adhurojnë Allahun xhelle fi'ula. Nuk duhet me çumenin gjithherë, a thu valla gudon mua unë që e dhash këtë pjesë pasurisë me të dhimbë zemra, me të dhimbë shpirti, ha? Me të shtrëngu dora, me të ngushtua gudon gjoksi. Pse? Se më duhet diçka nga pasuria. Jo, ai ti ato adhuru Allahun subhanahu wa taala. Jeto adhuru Allahun subhanahu wa taala me dhonjen e zakatit. Pastaj haxhi. Walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Dhe janë të obliguar njerëzit që ta bëjnë haxhin ata cilët kanë mundësi. Pra kjo është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Janë gjithë lloje, disa prej llojeve të adhurimeve që kanë nëpërmes tyre e adhurojmë Allahun xhelle fi'ula. Pra e pam se këto adhurime kanë boje me veprat e zemrës të mbrëmshme dhe gjithashtu me gjymtyrët e jashtme, apo kupton sikur që janë namazi, haxhi e kështu me radhë. Darajatul ibade, cilat janë shkallët e ibadeteve. Allah azza jalla adhurimet nuk kalon gjithë me një shkallë. Dhe kalon te shkallat të ndryshme. Ti i shohmi ato që Allah azza jalla i ka obliguar janë shumë pak. Ha? Farzët e Allah xhelle se ka sabaj 2, drejka 4, ikindia 4, e kështu me radhë. I kalon shumë pak. Pra këto janë obligime, farz. Shkalla e dytë është janë sunnetet. Farz çka do të thonë? Farz do të thotë që nëse i ban robi ato shpërblet Allah pa hesab. Nëse abuton në fjala çka mangëson apo nuk i ban dënohet për to. Por shkak se janë obligime. Ha? Domosdoshmëri. Ndërsa sunnetet, ka thonë nëse sunnetet janë veprimi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ato shërbejnë për përmirësimin e farzit. Subhanallah. Për përmirësimin e na farz na mujme e bon plotësisht apo do të çishë ka kërkuar Allahu xhelle fi'ula. Kemi mangësi. Sikur që ka në hadith e kupton. Se njerëzit ndryshojnë nga pjesa e tyre, kupton, sa marrin pjesë në namaz të tyre. Dikush 10%, 10%, dikush 9, dikush 8, dikush 5, dikush 1% për namazit. Ha? Dikush ka thonë namazin ndoshta i pët për shtyre, se nuk i ka kry obligimet, nuk i ka krye kërkesa se çka kërkohet në namaz. E çka bën besimtari? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kupton çka i shtoi disa rekate para farzit dhe mas farzit, në mënyrë që të shërbejnë plotësimit të mangësive të farzit që shkojnë te Allah azza xal sa më të plota. Pastaj veprat e tjera që janë të mira mu bë. Të mira mu bë sikur që janë nafilet e ndryshme, sa dush me fal rakat natën, sa dush me fal rakat ditën. Këto janë vullnetare që shpërblesh për to dhe lënia e tyre nuk dënosh te Allah subhanahu wa taala dhe nuk kërkosh. Cilët janë veprat apo adhurimet më të dashura te Allah azza wa jall. Ha? Dikush për shembull nga ne çohet natën falet, mashallah, po shkak se ja din vlerën e namazit natës, apo agjerimit ditës, ha? Apo sadakas. Mirë po mangëson në farzët e Allahut azza wa jall. Për shembull falet natën, edhe bash para sabahit të flen veç pak edhe flen për namazin e sabahit, për farzën e sabahit. Subhanallah, kjo është gabim. Apo në kohën e agjerimit, a gëton në agjerimin farz është i mangët dhe nuk i kushton rëndësi, ndërsa agjerimet ku ta kishish me na vitit mytë të agjerua kupton nafile apo sunnet. Jo, por vepra më e dashur te Allahu azza wa jall është vepra farz. Ta dish se kupton nuk afrohesh te Allahu xhelle xhelaluhu më shumë se sa me farzat. Ha? A ki argument për këtë? E kemi hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith qudsi. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Men aada li waliin faqad adhantuhu bil harb. Kush mangus mua një të dashur timin unë i shpalli luftë. Tamam? Pastaj vazhdon. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtu alayh. Dhe nuk afrohet robi me diçka nga veprat te unë Allah azza wa jall thot më shumë se sa me ata që unë ja kam bë obligim. Ti kur i krin obligimet, farzët e Allahu xhelle xhelalu, jetë e bën veprën më të madhe çka ta afron te Allahu xhelle fiula, çka ta afron te ai. Ha? Ndërsa ka thonë nafilet janë vepra çka bojnë më bën i dashur te Allahu xhelle fiula. Ha? Më bën i dashur te Allahu azza wa jall. Pra sikur që ka thonë Ibn Hajar rahimahullah, o yustafadu minhu anna ada'i al-fara'id ahabbu al-a'mali ila Allah. Ka thonë nga hadithi kuptojmë se
veprat më të dashura te Allahu Azza wa Jall janë farzët. Veprat më të dashura te Allahu Azza wa Jall janë farzët e Allah Jalla Jalalu. Qala at-Tufiyu al-amru bil fara'id jazim. Ka thënë urdhni, ka thënë Tufiyu, ka thënë urdhni për farzët e Allahut është i prerë. Urdhni i Allahut është i prerë. Për ata të cilët e shtin mendjen dhe logjikën e tyre dhe gjuhën e tyre e zgjatin ndaj atyre të cilët ta kupton Allahu Azza wa Jalla i ka përcaktuar, qoftë në Kur'anin e Kerim, qoftë nëpërmes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se kanë mu përplas me humbje. Qish në këtë dunjë. Ha? Qoftë njëri thotë apo kupton çka ku bën Allahu Azza wa Jall, çka ku bën Zoti mua apo kupton që Allah më dënua apo kupton me një gëzdenim. Ti e nderuar apo i nderuar derisa ke ibadetxhi, adhurues apo adhuruese, derisa ke davetxhi, thirrse apo thirrës në rrugën e Allah xhelle xhelalu, ashtu siç duhet, Allah xhelle xhelalu ti hapi dyrë të mirësisë. Dyrë të apo e privilegjit. Ha? Ditë të mirësisë dunjos ahiretit. E kur janë nis apo mi përcaktu ti Allah Azza wa Jall se jo nuk janë 5 farzë, por janë 2 farzë. Je sunneti pejgamberit Allahut është i dishim dhe nuk duhet marrë nga ai. E kur janë nisi apo tash me hi, apo me fol për fenë Allahu xhelle xhelalu, atëherë ti u përplasë vetën. Ti e humbe vetën. Ti ja bën vetes këtë. Pra njeri ja kupton ku ta dallashit rrugën e vet apo ku të gatrohet me kam të vet apo pastaj çotë ja çet fajin apo Zotit, thot çka i bëna unë Zot që më dënoi, jo çka i bën ti vetit. Ti çka i bën vetit që dole nga udhëzimet e Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Cilat janë kushtet e pranimit të veprës? Ha? Adhurimi? Apo veprat më dashura te Allahu Azza wa Jall? Edhe cilët janë kushtet, pra janë di kushtet e nderuar. Mos t'i harrojmë këto kurrë. Për shkak se këto janë baza. Pasi që e bëjmë adhurimin, për të pranuar adhurimin te Allahu Azza wa Jall janë të di kushtet, të jetë vepra vetëm për Allahun xhelle fiula, e sinqert. Pra sinqeriteti dhe të jetë sipas sunnetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nëse nuk është e sinqert vepra, është problem. Jo që edhe nuk pranohet, po jedhen billah mund është me pësu edhe në këtë dunjë. Për ata dhe një hadith që ka ardhur nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, i cili thotë: "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Do njeri thot nga ju ka mundësi me bën vepra të xhennetit, vepra të mira, ha? Derisa mes ti dhe hyrjes në xhennet është një plan. Apo pastaj thot ndodh ajo që cilat Allah Azza wa Jalla di është ndjeninë e tij subhanahu wa taala. Cila është ndjeninë e tij? Ajo e fshehta. Cila? Ajo që ka fshehta Allahu Azza wa Jalla, çka ai vetëm ai e di nëse dim. Niyeti pra. Sinqeriteti i cilin ja tu fol. Pastaj thot subhanallahu, thot ai çka rotullon e jedhen billah kuton edhe ban vepra xhehenemit edhe mbaron me vepra xhehenemit. Dhe shkaktojnë me hinet e. Pra ata kur kanë fol dietarët kanë thonë si ka mundësi një njeri me bën vepra xhenetit me përfundu me vepra xhehenemit? Kur na e dim se hadithi tjetër thot se njeriu vdes ashtu siç ka jetu. Ka thonë për shkak se ki person thot yebdu linas, ka ardhur një transmetim tjetër nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thonë se ki ka bën vepra xhenetit yebdu linas, çka odoks janë vepra xhenetit para njerëzve. Ha? Ka bën veprat xhenetit para njerëzve. Pra ka bën me si e fatësimi një fjalë. Pra sinqeritetin e vepër për Allah i ka mungu. Ku po folmi na kushti i parë. Për ata dhe ka përfundu pastaj gjithë ata, të cilët përfundojnë në akhiri hayatihim, në jetën e fundit e tyre përfundojnë me devijime iyadhan billah, ta dim sigurt se ato kanë pas halal, kanë pas mangësi në ibadetin e tyre. Për ata një vllavi jemi nderuar. Është shumë është me rëndësia kupton me bën veprën për Allah subhanahu wa taala, sidomos adhurimet. Kjo është edhe nëse ban pak vetëm farzët e Allahu xhelle fi'ula dhe me pak adhurime. Wallahi, nëse janë të sinqerta, kanë me bën dobi. Veç një vepër me qenë sinqert
ka shansë që ajo me të shpëtu nga zjarmi i xhenemit. Yadhan billah. Ndërsa sa vepra mund të shkojë te Allah azza wa jall haba'an manthura. Plun edhe hi. Dhe Allah azza wa jall çka tha në Kur'anin e Kerim? Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Dhe nuk janë udhëruar njerëzit vetëm që të adhurojnë Allahun azza wa jall me sinqeritet. Pra me këtë kushtin e parë. Ha? O yuqimu s-salat o yu'tu z-zakat wa dhalika dinul qayyim. Të falin namazin, të japin zakatin, dhe kjo është dini më i qëndrueshëm i tyre. Sinqeriteti, pra vepra e zemrës, apo dhe pastaj apguton të jenë të vërtetë në ta. Hunefa, të jenë të vërtetë apguton në këtë njëshmëri, në njësimin ndaj Allahut xhalla feula, në monoteizëm ndaj tij. Ja? Dhe pastaj të falin namazin, veprat e jashtme, dukshme pra. Falin namazin, japin zakatin, dhe kjo kush e ka ndërtuar veten këtë Islam, në vetveten e tij apguton me duke pasruar të mbrëmshmën dhe duke i kryer të jashtmet, apguton kjo është thot dini, thot është më i qëndrueshëm. Dhalika dinul qayyim. Ky thot dini i këtij është një din thot i qëndrueshëm. Pastaj thot Allah azza wa jall, "Faman kan yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Dhe kush preson takimin me Allahun, me Zotin e tij, do të bën thot vepra të mira. Vepra të mira do ta ndjek udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe dyta, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dhe mos t'i ban shok Allahut në adhurim, sinqeriteti. Ha? Pra vetëm Allahun të adhuron, veprën të ban vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ata që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith, ka thonë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Më të vërtet vepra shpërblejnë pas qëllimit. Dhe çdo njeri i takon si shpërblim atë çka ka bën në jetë. Atë çka ka bën në jetë. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum thalathan. Allahu thot juve ja don këto tre gjëra. Don që ju mos të adhuroni kan vetëm se Allahun dhe mos t'i bani shirk atij. E dyta, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dhe ta këshilloni atë çka Allah ja ka lënë si përgjegjësi juve. Ta këshilloni. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, edhe çka, edhe të kapni për litarin e Allahut azza wa jall të gjithë. Dhe mos u shpërndani. Mos u përçani. Secili kryet vetë. Dhe sharti i dytë është pasimi i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Për shembullëzimi me te. Si ka shku ai alayhis salatu wasalam. Për ata çka tha Allah azza wa jall sa i përket kësaj, se kjo është wajib. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulltinë më të mirë e keni te pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ha? Pse ka thonë shembulltinë keni më të për shkak se ka me pas për njerëzit që kanë marrë shembull lloj njeri. Lloj artisti, lloj personi, lloj idoli. Dhe kështu me radhë. Ka thonë nëse dojnë apguton me kon pra faqe bardhë në dynjë dhe në ahiret shpëtuar, shembullin e keni pejgamberit alayhis salatu wasalam. Për ata edhe ka bën njeriu më të plot sa i përket fizikut të tij dhe akhlakut të tij. Në mënyrë që të jetë shembull dhe mosër për njerëzit dhe mos ketë mangësira. Thot Allahu wa in tuti'uhu tahtadu. Qofse ju i bindni atij dhe i hesni pas dhe shëmbëllehnu me te, thot juni do t'jeni të uzuar. Mirë për që ka thonë, feljahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Derisa le të kenë kujdes ata të cilët thotë të refuzojnë dhe kundërshtojnë urdhën e pejgamberit alayhis salatu wasallam me vetdije. Me vetdije të plot, ti e refuzon urdhën e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Gjë të godet të ndonjë musibet, ndonjë fitnë, yadhan billah, ose një azab. Kur e kanë pyetje Imam Ahmedin çka është fitnë këtu, në këtë ajet ka thonë shirku. Kjo është koka e fitnës. Asi kena pa na njerëzit se ata cilët për një e kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë kundërshtuar sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Vetëm se ato kanë devijuar yadhan billah. Kush e ka prek librat të cilët ummeti i ka bazë referencë pas Kur'anit Kerimit, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, duke i demantuar ato. Duke shin dyshimin e to. Vetëm se janë përmbys ato vetë. Kanë dashur me përmbys, ato ja kanë përmbys vetën. Yadhan billah. Wajib, urdhër i Allahut është ndjekja e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ai Kurani gjallë mbi tokë. Për ata e ka thënë nga njerëzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur na.
Vetëm që i ka zbrit që ka thonë Allah zënë Kur'an i Kerim, ai është, unë jam njeri si kur ju, vetëm se më shpalli. Pse? Që ta jetëson, kishte mujt Allah zëgjët pejgamberin sa me thonë me dalluë me gjëra, më ia zbrit për një natë Kur'an i Kerimin ketë dhe më zbatua puton pa fje problem për një ditë dhe ukrimi. Po ka dash që ai ta jetëson dhe të jep një shembulltir dhe mosër për njerëzimin deri në kiamet. Mos ketë mangësi. Edhe kalon të plot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ajo kon edhe pejgamberi i Allahut, o kon edhe njeri, edhe pejgamberi i Allahut, o kon edhe gjysh, o kon edhe prind, o kon edhe bashkëshort, o kon gjithë, o kon edhe i varfër, o kon edhe i pastër, o kon edhe komandant, o kon gjitha kon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po kon shembull në gjitha pikat. Gjitha pikat. Ndërsa pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë sallu kama ra'aytumuni usalli. Falni në namazet e juaja, falni në çish më keni pa ju mund të u falur. Edhe forma, na e dim se o përcjell forma e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo kupton, o përcjell se si o fal alayhi salatu wassalam. Pastaj ka thon khudhu anni manasikakum sa për këtë haxhit. Ka thon mirëni ju ritet fetare, ritualet e adhurimeve kupton të haxhit nga unë. Pse? Për shkak se në kohën e haxhit, në haxh lidhje me Qabën, lidhen me Mekën, ka pas bystytni të ndryshme nga mushrikët. Devijime të ndryshme. Mbeturinë që kanë mbeta, kupton, të devijuara nga popujt e mëhershëm. Edhe çka? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i përket adhurimeve të haxhit, mirëni nga rituali ashtu siç i bajnë. Ashtu siç i bajnë. Pra adhurojmë Allahun subhanahu wa taala për shkak se ai wama yantiqu anil hawa, ai s'ka bërë çka ka mendje. Vetëm se inspirim dhe vahi nga Allahu xhalla fi ula. Sa i përket adhurimeve të ndryshme, adhurimeve të tjera, përgjithshme ka thonë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Dhe kush shpik diçka këtë fe në Allah azza wa jalla çka nuk ka çështja jon aty. Nuk na ka zbrit kur gjë neve nga ajo, ajo është e refuzuar. Ajo është refuzuar dhe kjo hadith na ban me dia kupton se ndjekja e pejgamberit alayhis salatu wassalam as sa kena mundsi sa më sakt është më e mirë, është më e dobishme për jetën tonë në dunjë dhe në ahiret. Ahmiyatu al-ibada wa manzilatuha fi al-islam. Rëndësia e ibadetit dhe pozita e saj në islam. Rëndësia e ibadetit dhe pozita e saj në islam. E para është al-ibadu hiya al-ghaya min khalq al-jinn wal-ins. Në fakt adhurimi është edhe shkaku kryesor apo kupton. Shkaku kryesor që Allah ka krijuar njerëzit dhe xhinët. Allah thotë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk I kam krijuar njerëzit dhe xhinët vetëm se të më adhurojnë mua. Kjo është shkaku krijimtarisë tonë I nderuar, o Allah, o njeri. Jo tjetër. Për ata edhe kjo ti ja kupton duhet vepra më e lartë dhe më e vlefshme e jotja duhet me kontan gjithë jetën. Gjatë gjithë jetës tonë. Është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Adhurimi ndaj Allahut subhanahu se kjo është qëllimi I krijimtarisë tonë. Se si ti ta adhurosh Allahun në formën më të mirë. Jo vetëm si namaz, edhe në jetën tonë të përditshme. Pra në punën tonë atje apo kupton në fjala ku ti përmbash kufive të Allahut, ti jetë adhuro Allahun xhalla fi ula. Jetë adhuro Allahun subhanahu wa taala. Allah ka thonë pastaj ifradu al-ibada lillahi taharrur min al-khudu'i wadh-dhulli li kulli ma'budin batil. Pastaj ka thonë dyta apo rëndësia e dytë është se aguton çka njësimi I Allahut azza wa jall në adhurim të liron ti nga gjitha robëria tjera, të cilat janë të kota. Robrimet tjera të kota. Allah ka thotë إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Ata që të adhurojnë njerëzit për Zota janë sikur ju, krijesa. Thot ju lutni ju atyre të shohme apo ju përgjigjen nëse jeni të sinqert. Thot Allahu inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Shejtani nuk ka shejtani pushtet ndaj atyre që kanë besuar. Përveç ndaj atyre të cilët thotë çka janë të devijuar, kanë devijuar rrugën e adhurimit ndaj Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu rëndësia e ibadetit është se Allah në përmes saj bie fitoren çka edhe fuqinë e robëve të Allah subhanahu wa taala. Ajo vonon.
Na nuk duhet me gjikua kupton me një fazë prej fazave. Shkak i jon, i ramjes muslimanëve dobësimit e tyre është shkak i jon. Që i largu nga ajo që Allah ka kërku. Na po thojmë u kthi si tërësi e umetit, në ata që Allah kërkon e shef ti abuton, e shef se Allah zoti ka me zbrit fitoren edhe fuqinë e besimtarëve muslimanëve. Çfarë thot Allahu? Alladhina immaknahum fil ard, atyre të cilët thot ju dham na pushtet në tokë, ha? Aqamu s-salata wa atu z-zakat, falin namazin, japin zakatin, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, thot çka urdhërojnë për të mirë ndalojnë nga e keqja. Kush kokën to? Kto shka ju kena dhënë na pushtet nga muslimanët, këto kushe i kanë, falin namazin, japin zakatin, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Wal aqibatu walillahi aqibatul umur, dhe te Allah azza jall është përfundimi i çështjeve. Tjetra ka thonë idafatu tashrifia ila Allah. Ha? Mjafton apo si privilegj për besimtarin se Allah azza jall robrit e tij ja ka shtu në emrin e tij. Kur ka thonë wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ard. Dhe robrit e Allahut azza wa jall janë ata të cilët hecin mbi tokë të qetë. Për Allah azza wa jall robët e Allahut. Robrit e Allah, kjo është privilegj. Që Allah azza wa jall i ka privilegjuar besimtarët atëherë kur e ka lidh emërtimin e tyre me emrin e Allahut xhalla fi ula, dhe i ka cek sifatet e tyre pasaj. Se kush janë robrit e Allahut xhalla fi ula, janë ata të cilët thot ecin e tokë të qetë. Shpërndajnë paqen, mirësinë, dobinë. Pejgamberi Allah sa më ka thonë njerëzit më të dobishëm janë ata të cilët janë më të mirë te Allah, janë ata të cilët janë më të dobishëm për krijesat e Allah xhalla fi ula. Allah thot fabashir ibad, përgëzoj besimtarët, përgëzoj robrit e mi, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Robrit e mi thot janë ata të cilët thot ndëgjojnë thot fjalën dhe pasojnë me veprën në formën më të mirë. Ndëgjojnë fjalën dhe pasojnë me veprën më të mirë. Ulaika alladhina hadahumullah, to janë ata të cilët Allah azza ka udhëzuar, wa ulaika hum ulul albab, dhe këto janë të mençurit. Dhe këto janë të mençurit. Dukhulul janna wa nail ridwanullahi al-akbar. Dhe kjo gjithashtu ka dhënë adhurimi, si karakteristikë është se e shtet besimtarin në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe arrin kënaqësinë e Allahut. Thot innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata që bojnë vepra të mira, besojnë Allahun dhe bojnë vepra të mira, thot për ta në xheneti firdausi vendsrahimi i tyre. Khalidin fiha, dhe për ta dhe do të jenë përgjithmonë në te. Cili është gjurma i ibadetit në përmirësimin e personit, individit dhe shoqërisë. E para është nëse e marrim namazin si namaz. Allahu xhalla fi ula tha aqimis sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Falë namazin, më të vërtet namazin ndalon nga veprat e këqija dhe të shëmtuara. Ata që e falin namazin të rregullt, më të vërtet Allahu azza wa jalla ban këtë namaz shkak që ata të jenë të ruetur nga gjitha veprat e këqija shkatruese dhe devijuese. Kjo garancioni i Allah subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum. Sikur thot një lum thot jetë pranë shtëpisë ndonjëri nga ju. Dhe në atë lum lahet ai person thot dhe pastrohet 5 herë në ditë. A ka mundësi thot mi mbet diçka në trupin e tij? Thot s'ka mundësi. Thot kështu thot janë 5 kohë namazit për ditës. Që roli namazeve, pasrim shpirtnisht, fizikisht, edhe pasrim aspektin e akhlakut, dhe pasrim aspektin e moralit dhe edukatës. Nëse e marrë me apguton agjerimin, yu'inu taqwa u yurabbi alejha, agjerimi e stimulon qka dhe e mbjell në zemrat e njerëzve qka, devotshmërinë e Allahut azza wa jall. La'allakum tattaqun, në mënyrë që të banu më të devotshëm. Më të edhe çka edhe edukon njerin që jetë më i devotshëm. Ta ke pa njeri kur është agjerueshëm, vetëm këshire ditën cilin ja agjerueshëm, dallon ajo ditë nga ditët cilin kur si agjerueshëm. Je më i përpjek në adhurime, në namaze, në gjuhën tonë në shkaflet, apo je më i mirësjellshëm. Agoton, je më i kujdesshëm se çka shef e kështu me radhë. Pra agjerimi që mos apriç agjerimin, te edukon si individ ndaj Allahut azza wa jall dhe ndaj krijesave të Allah subhanahu wa taala.
Pastaj ka thonë zekati. Zekati e luan rolin të njëjtën kohë kupton e edukimit shoqërisë. Çka? Si edukon thot? Jaa biha al-islam li tathhir nufus al-aghniya min ash-shuh wal-bukhl. Ka ardha kupton që ta pastron zemrën e të pasurve nga kush? Nga kooperacia. Dhe lakmia. Apo se subhanallahu shpirti i njerit është ashtu siç edukohet. Qofse edukohet veç me marr, me grumbullu. Subhanallahu, një cent, një dinar nuk i del më piloro, problem. E Allah ka lënë bile spaku, se gjithëherë adhurimet e Allahut janë minimumi i tyre. Një herë në vit bile më mësuti me nxjerr. Pse? Me prish ata çka ndërtohet në zemrën tonë, çka e ka emrin kooperaci. Me aprish me prish çka ndërtohet këtu, jedhen billah. Po të pasërve, të varfrit, për me pastru, thot zemrat e tyre nga hasedi. Shërbena për shef, dhe lidhin e tyre. Pse se të varfrit i kanë haset të pasurit. E Allah Azza ka lënë që, dhe me thonë, këto e pastrujnë vetë fillimisht zemrat e tyre, nga kooperacia, edhe të një të kohë ja japin, ja pastrojnë atyre zemrën nga çka nga hasedi dhe urrejtja, jedhen billah. Pse se ku t'ja jip që ati që thot? Allah t'a shtoft. Allah i dash bereqet. A me atë më të shkanë zemrën e ti? Shpetove nga sherri edhe hasedi ti. Po të një të në kohë edhe e meritove qka dhe duan e bereqetit, pasurisë të unë. Edhe na po folme si individ, a mo kështu në që se qarkullon apë kuton të ndëruar lëzër, si shoqëria, pëse se është ma e pastër. Shoqëria apë kuton kur është, apë kuton kur i krini urdhën e Allah subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Pse se të nevojshmit i mbulohen nevojat e tij nëpërmes pasurisë së tyre, edhe çka edhe lidhet ajo ura lidhse, çka shërben apë kuton, çka shërben shoqërisë dhe muslimanëve në përgjithësi. Pastaj haxhi është një medrese e Allahut azza wa jall. Ta ke po haxhi thot Allah çka thot? الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Ai që shkon në haxh dhe e krin haxhin, mos bëjë thot polemika. Mos bëjë fjalë fyse. Mos fyet jetë i edukuar. Dhe kush e krin thot për ai që shkon thot në haxh dhe e krin haxhin duke mos fyj askand, duke mos fol fjalë të dyta, duke mos polemizuar me njerëzit. E kështu me radhë është i ruajtur pra, kthehet pite haxhi, kthehet nga haxhi sikur aty që ka lindë unë. Këto argumente çka stimulojnë apo çka na aludojnë apo kuton përmirësimin e shoqërisë. Pra ndikimi i ibadetit në përmirësimin tan aspektin e akhlakut. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. هو الآخر يقي المجتمع من العقائد والفاسد اتباع المعوجة. Gjithashtu Allah ka urdhëruar dhe unin për ndalim urdhën e mirë, për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Edhe kjo i shërben shoqërisë një të kohë, apo buton çka? Për të luftuar gjonat negative. Dhe kjo e lën rolin sikur ato në trupin e njeriu të buton. Rruzat të le luftojnë çdo smuje çka i kanosit apo virusin në trupin e njerit. Kur njeriu më shëndetshëm, atëherë kur ka imunitet. Kur ja lufton imuniteti i tij trupin i ja lufton gjonat negative dhe ai qëndron i shëndet. Kështu është edhe ummeti si trup. Në qoftë se apo fjala shoqënia e muslimanëve i krin unat e Allahut azza xhel, dhe të njëjtën kohë urdhërojnë një çetin për të mirë ndalën nga e keqja. Dhe kjo puna e fundit apo është shumë problematike apo mes të muslimanëve sot. Se nuk janë as ato që i japin këshilla, po as ato që i pranojnë këshilla. E kanë bon ka kjo është adhurim në vetë. Allah azza xhel na përmes kësaj neve na ka përcaktuar si ummet më i mirë. Ka thënë një ummet më i mirë, përderisa urdhërojnë për të mirë ndalojnë nga e keqja. Po nga kjo jetë muj me marr me zbrit këta jetë nivelin familjar. Apo do me konti familja më e mirë. Zbatoj këta jetë. Në familje, në qatë familje që ka urdhërot për të mirë dhe ndalot nga e keqja, dije se ka mu dallu për nga morali dhe mirësia dhe sukseset e saj.
Se Allahu si ummet me ka dallu, po edhe si familje, nëse veprojmë një gjë të tillë, kena me kon më të mirë. Më të suksesshmit. Pse? Pse nuk mundet me bëj dikush një vepër të keqe për shkak se është më një herë ai i cili urdhon për të mirë, s'ban. Apo ndoshta me mangësu nuk e fal namazin, urdhëron për me fal namazin. Ha? E kështu më radh. E na nuk guxojmë para mendoj deri ku ka ardhur puna. Deri ku ka ardhur lënia e këtij elementi kyç, çka na nuk guxojmë as në rrethin më të ngushtë në shtab guxon me vepru. Nuk guxojmë. As në rrethin më të ngushtë familjar, çka ti kemi përgjithësi. E ku me tash ku do si tërsi, si ummet, si shoqni. Ku guxon ti dikujt në rrugë sot, edhe pse është musliman e shef të e boni të keqe, dush më shujt. Do të më këshir. E kështu më radh. Kjo është imani më i dopt, që ti ta shifsh të keqen tu bë, edhe ta urrësh veç me zemër. Imani ka thonë për sa më është më i dopt. Imani më i lartë është ti folësh, ta urdhërosh. Dhe kjo është adhurim në vetë, adhurim ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Pra lutim Allahun xhalla fi'ula, që Allahu xhalla xhelalu që të na forcon zemrat e tij në fenë e tij. Zemrat e tona në fenë e tij. Allahu xhalla fi'ula të na lidh zemrat dhe të na dashuron me adhurimin dhe shtëpitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla xhelalu këto adhurime të na i ban pra kupton që të ndikojnë në jetën tonë, për mësimin e gjendjes tonë, apo kupton si individ, si familje dhe si shoqni. Allah shpëlbej për ndëgjimin, barakallahu fikum. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم